Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju dhe për të diskutuar mbi ngjarjet më të fundit dhe dinamikat që po ndodhin brenda edhe jashta shtëpisë. Siç duket, familjarët janë fansat më të mëdhenj, por edhe janë mbrojtësit më të mëdhenj të banorëve brenda shtëpisë. Duke u krahasuar me Big Brotherat të mëhershëm, do të kisha bërë një analizë në fakt, banorët apo familjarët në fakt kanë qenë më tolerant. Ka ndodhur çka ka ndodhur brenda shtëpisë, nuk e kanë egzageruar dhe nuk e kanë bërë shumë të madhe jashtë Big Brotherit atë se çfarë brenda asaj shtëpie ka ndodhur. Por siç duket, këto familjarë këtë vit nuk janë fare tolerant. Dhe shumë dominante në këtë spektakël ka qenë gruaja e Mirit dhe motra e Mateos. Gruaja e Mirit ka komentuar në një status ku është shkruajtur: natën e mirë, 1 me që komenti u fshi, por ne lozim me pastërti edhe me transparencë. Kjo në fakt është bërë screen nga motra e Mateos, e cila e ka publikuar në rrjetet sociale shkrimin se çfarë ka bërë gruaja e Mirit. Gruaja e Mirit nga TikToku i saj ka shkruar një koment: o fansat e Mateos, dhe ju do kuptoni shumë shpejt që as Mateos s'ka për ta fituar bigun. Kishit kuptuar që sot. Do me thënë, është e shkruar nga gruaja e Mirit. Dhe më pas motra e Mateos ja kthen: Mateo ose jo, rëndësi ka që ka fituar zemrat dhe respektin e publikut, ndryshe nga disa, me respekt motra e një dhe i vetmit Mateo Bori. Do me thënë, motra e Mateos ja ka lënë të nënkuptueshme gruas së Miri që do me thënë Mateo ka fituar zemrat edhe respektin e publikut, ndërsa buri jot nuk e ka fituar respektin dhe zemrat e publikut. Pasi ka reaguar motra e Mateos, gruaja e Mirit e ka fshirë komentin nga shkrimi që ka bërë. Në fakt, do me thënë, unë e kam thënë edhe më herët, më duhet ta them dhe tani. Loja është bërë aq shumë personale sepse toleranca e tepërt që të përdoren brenda shtëpisë, do me thënë faktori familje, që të përdoret brenda shtëpisë gruaja, vajza, halla, tezja, daja, një mik i afërt, i bën që familja jashtë të ndikohet, do me thënë, nga kjo gjëja e madhe dhe menjëherë të reagon. Siç duket, mes Mateos edhe Mirit nuk do të mbesin gjërat në kuadër të lojës së Big Brotherit, por do të dalin përtej saj. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje.